Nderuar shikues, ju përshëndes dhe mirë se vini në edicionin informativ qendror të lajmeve këtu në Blu Televizion, ku të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Pas takimit të dieshëm me drejtuesit politik të Partisë Socialiste në Pogradec, sot është zhvilluar dita e dytë e takimit të kryeministrit Edi Rama, këtë herë me kabinetin qeveritar. Pas takimit të dieshëm me drejtuesit politik të Partisë Socialiste, sot është zhvilluar dita e dytë e takimit të kryeministrit Edi Rama, këtë herë me kabinetin qeveritar. Takimi ka nisur rreth orës 11 dhe si fillim gjatë paradites, ministrat kanë prezantuar punën, prioritetet dhe sfidat e sektorëve që drejtojnë. Në agjendë dhe raportime për mbrojtjen, drejtësinë, financat, ekonominë, infrastrukturën, energjinë dhe bujqësinë, si dhe për pushtetin vendor dhe administratën publike. Por në fokus edhe turizmi, kultura, shëndetësia, arsimi dhe sporti. Pas pushimit të drekës, takimi ka vjuar me çështjet e diplomacisë dhe punët e jashtme, përfshirë procesin e integrimit evropian dhe punën e krye negociatorëve. Në pjesën e pasdites janë parashikuar edhe prezantime mbi problematikat e prokurimeve për periudhën janar-gusht 2026, zbatimin e agjendës së reformave, ecurinë e projekteve dhe komunikimin në media. Takimi është mbyllur me diskutime mes anëtarëve të kabinetit dhe fjalën përmbyllëse të kryeministrit Edi Rama. Vlora Avion të mbetet një nga destinacionet më të preferuara turistike për pushuesit vendas dhe të huaj, ndërsa në përfundim të sezonit qytetarët bëjnë bilancin e tyre për ecurinë e turizmit. Për një pjesë, sezoni ka qenë pozitiv, me një fluks të lartë vizitorësh dhe me një larmi kombësisht, të cilët kanë zgjedhur Vlorën për pushime. Vlora Avion të mbetet një nga destinacionet turistike më të zgjedhura nga pushuesit vendas dhe të huaj. Tashmë, teksa jemi drejt përfundimit të sezonit veror, qytetarët e Vlorës bëjnë edhe bilancin e tyre për mënyrën se si ka ecur turizmi këtë vit. Të intervistuar për Blu Televizion, ata shprehin mendime të ndryshme. Për një pjesë të qytetarëve, sezoni turistik ka qenë pozitiv, me një numër të konsiderueshëm vizitorësh dhe me një larmi të madhe kombësisht që kanë zgjedhur Vlorën për të kaluar pushimet. Më mirë nuk ka ku të vej, po dyndu. Nga gjitha anët dyndu, po, pushues edhe vendas. Por jo të gjithë ndajnë të njëjtin vlerësim. Ka edhe qytetarë që e shohin me skepticizëm sezonin e këtij viti. Sipas tyre, Vlora ka pasur më pak turistë dhe pushues krahasuar me një vit më parë, ndërsa rendisin edhe disa faktorë që sipas tyre kanë ndikuar në këtë situatë. Po tash i mirë, po edhe pistë, deti shumë i pistë. Mirë, nuk themi se mirë. Po pa pastërtia, nuk e di çfarë të them unë. Shumë keq. Çdo gjë nuk është mirë, nuk ecën më mirë, ecën më keq. Nuk ecën më mirë, ecën shumë keq. Po se besoj ta ndryshojnë. Ja, absolut. Kurse ndryshuan ata në fillim, që mori zhvillim, Vlora mori shumë zhvillim, Vlora në fillim. Tash se besoj. Tash sa vjen po bie e sezoni. Ja, para 2 orë aty, ratifik njëri e ambulancë e mori në spital. Në temperaturë që ka. Jo, shikoj gjendja është se në Greqi, eci, jo shumë, jo pak. Tonën? Bëj shumë krahasim. Një internet doja të merja, vajta 1 muaj në zjelida. I kalova pushimet me internet. Janë më të ulta, njerëzit ka më pak njerëz, çmimet i keni më të shtrenjta nga në Greqi. Një ujë në Greqi në çdo vend e merr me 500 lek, në supermarket e merr 30 lekta. Këtu edhe në supermarket po të vesh do ta marrësh 500 apo 600. Me këta njerëz që ke në drejtim, me këtë mënyrë drejtimi, nuk mendon njeri për poshtë, mendojnë se cili që ka xhepin plot për vete dhe e hedh jetën, e bën jetë. Është e vështirë të kalojë, po nuk kundërua mentaliteti, po nuk ka një gjë që ai që është në drejtim të mendoj për pjesën poshtë, se sa të ardhura ka dhe si mund ta kaloj jetën, nuk bëhet kjo. Ndërkohë, sa u përket shifrave të sezonit veror të këtij viti, të dhënat tregojnë se numri i turistëve është në kuota të përafërta me ato të një viti më parë. Megjithatë, perceptimi i qytetarëve mbetet i ndarë mes atyre që e konsiderojnë sezonin pozitiv dhe atyre që presin përmirësime në vitet në vijim.
Aktualisht 774 persona janë në mbikëqyrjen e shërbimit të provës në Vlorë, ndërsa numri ndryshon në varësi të vendimeve të institucioneve të drejtësisë. Drejtori Francesco Muçaj bëri të ditur se nga amnistia kanë përfituar rreth 149 persona, të cilët kanë përcjellë raportet e vlerësimit pranë institucioneve përkatëse. 774 persona në mbikëqyrje nga shërbimi i provës në Vlorë, kjo dhe në bazë të statistikave që i përcillen dhe Ministrisë së Drejtësisë. Ky është një numër që relativisht ndryshon edhe në bazë të statistikave që i përcillen kësaj ministrie, por dhe në varësi të vendimeve të përcjella nga institucionet e drejtësisë. Francesco Muçaj, drejtori i shërbimit të provës në Vlorë, konfirmon se dhe gjatë periudhës më korrik ka pasur persona që kanë përfituar nga vendimet e formës së prerë, të cilët më parë kanë qenë në mbikëqyrjen e shërbimit të provës në Vlorë. Ndërkohë veprat penale për të cilat ata janë dënuar kanë qenë kryesisht të lehta. Atëre, ligji për dhënien e amnistisë ka hyrë në fuqi në datën 15/7/2026 dhe aktualisht nga prokuroria e gjykatës shkallës parë, pranë gjykatës shkallës parë të Gjykatës Përgjithshme Vlorë dhe prokuroritë e tjera të rrethave gjyqësore në Republikën e Shqipërisë është zbatuar neni 3 i ligjit të amnistisë. DTSH për Vlorë ka dërguar pranë prokurorive për nenin 3 diku te 149 raporte vlerësimi për subjekte që përfitojnë nga ky nen i ligjit të amnistisë. Specifikoj se neni 3 i ligjit të amnistisë është neni i cili përcakton shuarjen e dënimit për subjekte që janë duke vuajtur dënimin për ato vepra penale të cilat nuk përfshihen te kriteret ndaluese të nenit 4. Pra çdo vepër që është e përcaktuar dhe përfshirë te kriteret ndaluese nuk përfiton nga amnistia sipas nenit 3. Referuar dhe vendimit për amnistin, sipas Muçajt, nga shërbimi i provës në Vlorë kanë përfituar rreth 149 persona, për të cilët janë dërguar raportet e vlerësimit në institucionet e drejtësisë në bazë të vendimit që ka hyrë në fuqi në datën 15 korrik. Atëherë aktualisht, sipas të dhënave statistikore të cilat kemi dërguar me raportin mujor pranë Drejtorisë Përgjithshme dhe Ministrisë Drejtësisë, ishin 774 të dënuar në mbikëqyrje nga Departamenti Territorial e Shërbimit të Provës Vlorë, por ky numër është dinamik, ndryshon për shkak se përgjatë muajit një pjesë e të dënuarve përfundojnë dënimin me vendim përfundimi të prokurorisë. Gjithashtu kemi gjatë muajit korrik kemi pasur ndikim edhe nga zbatimi i nenit 3 të ligjit për dhënien e amnistie, ligji numër 57/2026. Siç e kam shpjeguar edhe herë të tjera, vepra penale të cilat mbikëqyren nga shërbimi i provës me nenin 59 apo 63 Kodit Penal, që është respektivisht pezullimi i ekzekutimit, vendimi i burgimit dhe vendosja në provë dhe pezullimi i ekzekutimit, vendimi i burgimit dhe detyrimi për të kryer një punë në interes publik, përkon me vepra penale të natyrës së lehtë, me një rrezikshmëri të ulët shoqërore dhe për persona të cilët mund të reintegrohen në kushtet e lirisë dhe për të cilët shërbimi i provës harton programe individuale të trajtimit dhe evidenton metoda ndërhyrje të personalizuara sipas rrethanave familjare, ekonomike, sociale, shoqërore, kulturore, arsimore dhe nevojave të punësimit të secilit subjekt të punës tonë. Në shërbimin e provës në Vlorë vijojnë të mbeten në mbikëqyrje persona me dënime për vepra të ndryshme penale, kryesisht me rrezikshmëri të ulët shoqërore. Numri personave në mbikëqyrje ndryshon në mënyrë të vazhdueshme, edhe si pasojë e vendimeve të reja të institucioneve të drejtësisë. Zhvillimi i turizmit në qytetin e Gjirokastrës ka shtuar interesin e vizitorëve, veçanërisht të huajve për prodhimet bujqësore bio dhe produktet tradicionale shqiptare. Në zonën historike po zgjerohen qendrat që tregtojnë mjaltë, vaj ulliri, çaj mali, sherebel dhe bimë medicinale në bashkëpunim me fermerët vendas. Zhvillimi i turizmit në Gjirokastër po rrit interesimin për prodhimet bujqësore bio, të cilat janë të kërkuara nga vizitorët. Në zonën historike janë çelur qendra të veçanta të cilat tregtojnë prodhimet vendase dhe bimët medicinale, mjaltin, vajin e ullirit, çajin e malit apo sherebelën, duke plotësuar kështu kërkesat dhe shijet e turistëve. Vizitorët veçanërisht të huajt janë të interesuar për prodhimet bio, sidomos ato që lidhen me traditën shqiptare. Administratorët e këtyre qendrave shprehen se bashkëpunojnë me fermerët e zonës, duke ju përgjigjur kërkesave në rritje të tregut turistik për produktet bio. Normalisht janë të kërkuara për vizitorët që vinë vizitojnë dyqanin këtu, se u nevojiten për gjatë dimrit që po vjen
sezoni dimëror tani. Turistët ka polak, ka nga Ukraina, ka amerikan, ka suedez, anglez, nga të gjitha vendet e Europës kanë ndaluar këtu. Duan pak më shumë gjëra, domethënë që të dinë nga vinë këto produkte, si mblidhen, edhe sa kemi mundësi thjesht ua shpjegojmë edhe po sugjerojmë që t'i marrin se këto kanë një gjë që mirë të bëjnë, dëm nuk të bëjnë, janë mira për shëndetin. Tani po të ketë pak ndihmë nga shteti, nuk është se është keq, se më shumë zgjerohet biznesi edhe pse jo të hapim dhe biznese të tjera, si në Sarandë, në Përmet, që janë zona turistike dhe kanë nevojë pak për këto lloj produkte që ne servirim këtu, se këto janë 100% produkte natyrale dhe janë autoktone të vendit. Zona e Gjirokastrës ka një traditë të pasur në kultivimin e produkteve bujqësore, breshtarisë, ullirit, si dhe bimëve medicinale. Tashmë prodhimet vendase bio janë resurse të veçanta për mbështetjen e fermerëve lokal dhe nxitjen e turizmit. Një zjarë përfshiu pas ditën e së dielës pranë tunelit në ujë të ftohtë në Vlorë duke djegur pisha dhe bredha. Më pas se 30 minutash, zjarfikësit e Vlorës kanë bërë të mundur vënje nën kontroll të flakëve, të cilat rrezikuan bare, restorante dhe hotele. Një zjarë ka përfshirë mbrëmjen e së dielës zonën pranë tunelit në ujin e ftohtë të Vlorës duke djegur pisha dhe bredha. Flakët u shfaqën në një ambient pranë strukturave turistike dhe për shkak të errës rrezikuan të përhapeshin me shpejtësi në zonën përreth. Situata krijoi panik të pushuesit dhe turistët që ndodheshin në bare, restorante dhe hotele pranë vendit të ngjarjes. Të alarmuar nga flakët dhe tymi, disa turistë u larguan nga lokalet, ndërsa bizneset në zonë morën masa për të shmangur çdo rrezik të mundshëm. Për shkak të ndërhyrjes disa prej bizneseve mbetën përkohësisht dhe pa energji elektrike. Forcat zjarfikse të Vlorës mbritën në vend ngjarje dhe nisën me njëherë punën për izolimin e flakëve. Pas më shumë se 30 minutash ndërhyrje, zjarri u vë në kontroll dhe u shmang përhapja e tij drejt hoteleve, bareve dhe restoranteve që ndodhen pranë zonës së gjelbër. Zjarfikësit vijuan kontrollet në terren për të eliminuar çdo vatër të mbetur dhe për të garantuar që flakët të mos riaktivizohen. Ende nuk dihen shkaqet e rënies së zjarrit, ndërkohë situata në zonën e ujit të ftohtë është tashmë normalizuar, ndërsa pritet që verifikimet të përcaktojnë rrethanat e ngjarjes. Mbi 2000 persona janë larguar nga porti i Vlorës gjatë fundjavës me tragetet e linjës Vlorë-Brindisi. Fluksi pritet të vijojë edhe në ditët në vazhdim, ndërsa shumë pushues po kthehen drejt vendeve ku jetojnë dhe punojnë. Fluksi lartdaljes në portin e Vlorës, vetëm gjatë fundjavës janë larguar më shumë se 8000 persona, ndërkohë që ky fluks ka vijuar edhe në ditën e parë të kësaj jave. Vetëm gjatë sa të hënë me trageditë e linjës Vlorë-Brindisi do të largohen rreth 2000 persona, pasi kanë kaluar pushimet në vendlindje, një pjesë e migrantëve i drejtojnë vendeve ku jetojnë dhe punojnë, ndërkohë që një pjesë e mirë janë edhe turistë të cilët kishin zgjedhur Vlorën për të kaluar pushimet e tyre. Ndërkohë referuar fluksit, duket se janë marrë gjitha masat për të përballuar pikërisht të situatën, ndërkohë që po punohet me 10 sportele në dalje për t'ju ardhur në ndihmë të gjithë atyre të cilët do të largohen drejt Italisë, por edhe për të shmangur radhë të gjata të pasagjerëve por të automjeteve. Fluksi i lartë udhëtar është dëshënuar në dalje nga porti i Vlorës gjatë ditëve të fundit. Vetëm për gjatë fundjavës, më shumë se 2000 persona janë larguar me tragedin e linjës Vlorë-Brindisi, ndërsa një numër i lartë udhëtarësh pritet të udhëtojë edhe në fillim të kësaj jave. Me dy tragediet e linjës Vlorë-Brindisi pritet të largohen rreth 2000 persona të tjerë, kryesisht pushues shqiptar që kanë përfunduar pushimet në vendlindje, por edhe turistë të huaj apo pushues të shumtë që kishin zgjedhur Vlorën dhe Shqipërinë si destinacionin për pushimet verore. Pas përfundimit të sezonit të pushimeve, shumë prej tyre tashmë kanë nisur kthimin drejt vendeve ku jetojnë dhe punojnë. Kjo ka sjellë fluks të shtuar në portin e Vlorës, veçanërisht në oraret e nisjes së tragedeve. Fluksi i udhëtarëve pritet të vijojë edhe gjatë ditëve në vazhdim, pasi ende shumë persona ndodhen me pushime në Shqipëri dhe kanë planifikuar kthimin në fund të muajit gusht. Ndërkohë, për të përballuar numrin e lartë të udhëtarëve dhe për të shmangur krijimin e radhëve të gjata në portin e Vlorës, është shtuar personeli dhe janë vënë në dispozicion më shumë sportele. Masat synojnë të përshpejtojnë procedurat e kontrollit dhe të përpunimit të dokumentacionit, duke garantuar një lëvizje sa më të shpejtë dhe të rregullt të udhëtarëve. Fluksi i lartë në dalje nga porti pritet të jetë një situatë e përsëritur gjatë këtyre ditëve, në një kohë ku mijëra shqiptarë që kaluan pushimet në vend, po i rikthehen vendeve të tyre të punës dhe banimit jashtë Shqipërisë.
Gjatë ditëve të pelegrinazhit bektashian në malin e Tomorit, 10 besimtarë në Vlorë vizitojnë Kuzum Baban për t'u lutur dhe për të ndezur shirin. Për ata që nuk mund të udhëtojnë drejt Tomorit, ky vend i shenjtë bëhet një pikë përkushtimi dhe reflektimi shpirtëror. Nga datat 20 deri në 25 gusht, mali Tomorit kthehet në qendrën e pelegrinazhit bektashian, duke mbledhur mijëra besimtar nga Shqipëria dhe Mëgjer, të cilët udhëtojnë drejt këtij vendi të shenjtë për të kryer ritet fetare dhe për të lutur. Por jo të gjithë kanë mundësi të udhëtojnë drejt malit të Tomorit. Besimtarë që ndodhen në Vlorë si dhe vizitorë të ardhur në qytet gjatë këtyre ditëve, zgjedhin të vizitojnë Kuzum Baban, një prej vendeve të shenjta të besimit bektashi në qytet. Për gjatë kësaj të hëne me 10 besimtar janë drejtuar Kuzum Babas ku ndezin qirinj, luten dhe shprehin dëshirat e tyre, duke përjetuar këtë periudhë me të njëjtën ndjenjë besimi dhe përkushtimi. Të pranishmit tregojnë dhe simbolikën që mbartin këto ditë për besimtarët bektashin, ndërsa përcjellin mesazhe paqeje, mirësie dhe harmonie për të gjithë besimtarët kudo që ndodhen. Ditë veçantë, ditë në një vend të shenjtë, ditë që duhet na afrohemi njëri tjetrit, na shtojmë shumë dashurinë, respekti për një tjetrit dhe dashurin për vendin. Me thënë drejtën, unë ndje mirë kur vi në këto vende shenjtë dhe vi shpesh të Kuzum Baba si besimtar. Aty që ka të kuptimi që thash në fillim, duhet të kur flet fe, duhet të konsiderohet paqe. Dashuri, mirësi e solidaritet. Po si solidaritet? Solidaritet jo vetëm kur jemi mirë, shëndosh me njëri tjetrin, por solidaritet e për ata që vuajnë, qoftë ekonomikisht, qoftë nga shëndeti, njerëz të cilët nuk kanë pasur hapin të ecin me komunitetin drejtimin ekonomik, po kanë ngjerë mbrapa. Ti je besimtar e duhet Zotin, ty duhet të ndihmojmë. Duhet ndihmojmë. Po si ndihmojmë? Si duhet ndihmojmë? Të punojmë ne. Dhe nëpërmjet ardhurave që të ashtu të lëmë diçka mbrapa. I vjen për herë të parë? Për herën e parë fare këtu në Kuzum Baba kam ardhur në 84-ën. Kjo është hera e dytë për mua. Erdhëm më tepër, them drejtën, për kuriozitet, jo për vend të shenjtë, por për kuriozitet, edhe për ta parë herë me një sy tjetër. Krahasimet që pata parë më parë, se kur erdhëm në fillim kemi ardhur një grup ekskursionistësh. Ndjem shumë mirë, edhe gjeta njerëz me një përzemërsi të veçantë, kur vetëm në një vend shenjtë është e pashmangshme të mos bash një lutje edhe të veçantë, simas ambientit ku je. Qofshin rrugën e Madhit Zot dhe paçen kujdesin e Abasaliut me qënësemin ditët e përkutimore të tia dhe të gjenë rrugën e vërtet për të Zotit. Prapë edhe kjo nuk mund të shpjegohet kaq shkurt, e kupton? Sepse Kuzum Babaj është këtu, thosh, kujdesi vetë Zotit. Dhe një njeri që e frekuenton me këtë ndjesi, do të thotë që vjen të gjej kujdesin e të Madhit Zot. Çdo të qenë në vend ka gjithashtu ditën e saj të shenjtë dhe traditën e pelegrinazhit. Edhe në Vlorë ka ditën e saj të veçantë më 2 prill, e njohur nga besimtarët si dita e Kuzum Babait, kur besimtarë të shumtë mbledhen për të kryer ritet dhe lutjet e tyre. Qindra besimtar nga Shqipëria dhe Greqia morën pjesë në pelegrinazhin në manastirin e Shën Kozmait në Ribofsh, duke ndezur qirinj dhe duke përcjell lutje për shenjtorin. Festa u cilësua si një urë lidhëse midis dy popujve, ndërsa u vlerësua kontributi i Shën Kozmait në besim, arsim dhe përhapjen e gjuhës shqipe. Me qindra besimtar të krishterë dhe jo vetëm kanë marrë pjesë para ditën e sotme në festimet për ditën e Shën Kozmait. Ata janë drejtuar manastirit të Kolkondas të Libofshës, ku edhe ka nisur mbrëmjen e dielës pelegrinazhin me besimin te fuqia mrekullibërse e shenjtarit Kozma. Festa e Shën Kozmait është një ndër më të rëndësishme të besimit të krishterë në Myzeqe për shenjtorin jo vetëm martir të besimit, por dhe të arsimit, duke dhënë një kontribut të veçantë në përhapjen e gjuhës shqipe, ka thënë në prononcimin e tij një prej teologëve të pranishëm, Miron Çako. Sot është një ditë e madhe për kishën tonë ortodokse, por jo vetëm, sepse kisha ortodokse sot ka panajir, ka fest, premton një nga shenjtorët më të dëgjuar të kësaj zone, Shën Kozmajn e Tolis, po dhe të Kolkondasit. Ai ishte një murg
në malin Athos, por pastaj kur shikoj që në të gjithë zonën e Bizantit atëherë të pushtuar, por dhe në vendin tonë një proselitizëm të madh, ku krishterët për shkak të dhunës dhe situatave të asaj kohe të pushtuesit po e humnin besimin, atëherë ai la qetësinë e Athosit dhe mori vendimin për të filluar një mision apostolik. Duke filluar që nga Patriarkana e Konstantinopolit dhe pastaj zbriti poshtë në gjithë Greqinë, në Ishujt dhe ka bërë 4 udhëtime derisa ka ardhur dhe këtu te neve, ka shkuar deri në Kruj dhe pastaj është kthyer përsëri dhe ka pasur dhe një fund martirik në këtë zonë, në zonën e Kolkondasit. Kozmai i shërbeu kishës, i shërbeu popullit krishter, jo vetëm, i shërbeu njerëzimit dhe ai i lindi në Greqi, por e dha jetën në Shqipëri. Dhe patjetër që shenjtorët nuk janë nacionalistë, ata janë ura lidhse ndërmjet popujve, sepse është një shprehje i Zotit, është dheu dhe gjithçka është në të. Besimtarët kanë ndezur qirin duke i përcjellë lutje shenjtorit dhe besuar në mrekullitë e tij, ndërsa kanë përcjellë dhe urimet më të mira për të gjithë, ndërsa mes tyre ka patur edhe besimtarë të shumë të ardhur nga Greqia, të cilët e kanë konsideruar këtë festë mbi të gjitha si një urë lidhse mes dy popujve. Για τον Πατροκοσμά, έτσι τον λέμε εμείς. Οι βλάχοι το λένε Τσομπάν Μπαμπά. Εγώ είμαι βλάχος, είμαι περιφερειάρχης Υπήρου. Po flasim për Shën Kozman, ose Çoban Baba, siç e quajnë vlehët. Unë vetë jam vleh me origjinë nga Meçova, që nga viti 1991 vi këtu pothuajse çdo vit, që kur këto ambiente ishin ende gërmadh në ndhe. Është një figurë me rëndësi të madhe fetare e shoqërore, ndaj vi gjithmonë për ta nderuar. Këtu pranë është edhe manastiri Ardenicës. Të gjitha këto vende kanë një histori që i bashkon dy popujt tanë, Greqinë dhe Shqipërinë. Historia dhe gojëdhëna të shumta tregojnë se Shenjti Kozma u vra nga Kur Pashaj në 24 gusht 1779 në shenjë hakmarrje të miqësisë së tij me Ali Pash Tepelenën. Po vin çdo vit. Mua më lidh edhe puna që vi se kam marrë gruan që ktheja. Edhe një rrugë të puni bëj. Po të mira tash ne jemi besimtar, jemi të kësaj feje dhe e respektojmë. Nuk ka ndonjë të keqe. Po historitë që kanë treguar që ka lënë një gjurmë këtu, si është bërë kjo kisha këtu, për shembull dikush ka qenë. Urojmë që të gjithë besimtarët krishterë, se kjo në një farë mënyrë është një formë markëtimi për njerëzit edhe për brezat që do vinë, ta kujtojmë. Është një gjë e bukur. Shën Kozma është një ushenj i dashur për njerëzimin edhe gjithë, jo do rajon, po edhe të tjerë që janë në fenë tonë, vinë e frekontojnë, janë besimtarë, po të gjithë këtë. Se të jemi gjithë ropë të Zotit tim. Ka çdo vit, ka mbrëm, ka pasur edhe më shumë. Ka që rrinë, natën që flenë, mund të vinë edhe 2 ditë, 2 net përpara që flenë. Ja besimtarë të rregulltë. Po të thashën parë që jam tërë besimtarë dhe i besojnë Shën Kozmait, e frekontojnë. Ne vinë edhe për dita, po thush, të djelat po, që kemi afër këtu edhe, po le këto ditë shnura kësaj. Po në të njëjtën ditë në Lumin Seman, nga një prift i zonës. Një pjesë e madhe e besimtarëve kaluan natën në manastir, ndërsa mëngjesin e sotëm festimeve u bashkuan edhe mitropolitët e Tiranës dhe të Elbasanit. Nga manastiri Shën Kozmait, mitropoliti i Fierit dhe Apollonis, hirësia e tij, Nikola Hyka, ka përcjellë urimet e përzemërta për të gjithë besimtarët. Është një traditë shumë e lashtë që me jetën e tij shëntori vendosin nderimi dhe respektin e tij. Është një formë që buron nga besimi. Ne nuk besojmë thjesht në njohurinë dhe në forcën dhe urtësinë e disa njerëzve. Ne besojmë në urtësinë dhe forcën e besimit. Dhe pikërisht kjo është e forca e besimit e cila bëri Shën Kozmai të jetë ai të cilin neve nderojmë ndër shekuj. Është një bekim për vendin tonë, është bekim për komunitetin tonë, që kemi një shëntor i cili sjell dhe përhap bekimet e tij në zemrat e të gjithë besimtarëve, po edhe më gjë për të gjithë botën. Çdo bekim që çdo e mirë që është, nuk është një e mirë që qëndron vetëm në zemrat e disa njerëzve.
është një bekim që përhapet kudo. Mirësia dhe bekimi përhapen dhe sjellin dhe ato gëzim dhe paqen në shumë zemra të njerëzve. Manastiri Shën Kozmajt në Kollkondas është një prej kulteve fetare më të rëndësishme të pelegrinazhit në Mizdeqe. Çdo vit në 23 dhe 24 gusht mbrin me qindra pelegrin nga zona nga mbar Shqipëria, por edhe nga jashtë vendit. Konflikti me bashkëshorten i cili përshkallzoi deri në dhunë kërcënime me armë ka vënë nga Elvis Kosovën i njohur si visi i garave në Palas. Policia e Vlorës ka gjetur në banesë një pistolet, 3 krehra dhe 2 pako fishek që tani më janë sekuestruar. Mesditën e së dielës rreth orës 13:40 është marrë njoftim për një konflikt familjar në një vilë të një kompleksi në zonën e Palasës. Menjëherë kanë shkuar shërbimet e patrullës së zonës, të cilët kanë konstatuar një situatë të përshkallëzuar. Për përballimin dhe neutralizimin e situatës janë angazhuar edhe forca shtesë të stacionit të policisë Dërmi. Shërbimet e policisë gjatë ndërhyrjes në banesë kanë gjetur një armë zjarri pistolet. Gjithashtu gjatë kontrollit të banesës në Tiranë me mbështetjen e drejtorisë vendore të policisë Tiranë, policia gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale 2 pako me municion luftarak dhe 2 krera me fishek. Nga verifikimet rezulton se shtetasi EK dyshohet se ka dhunuar dhe kanosur bashkëshorten e tij. Falë ndërhyrjes së menjëhershme dhe në kohë të shërbimeve të stacionit të policisë Dërmi, situata është neutralizuar dhe është parandalur për shkallëzim i mëtejshëm i konfliktit, duke shmangur një ngjarje potencialisht të rëndë kriminale. Shtetasi EK është arrestuar në flagrancë dhe shoqëruar nga forca kombëtare sigurisë njësia Fier në ambientet e policisë, ndërsa po kryen veprimet e mëtejshme procedurale për dokumentimin e plotë të rastit. Një stuhi e fuqishme ka prekur Italinë në pjesën veriore të saj, duke shkaktuar kaos në aeroportin lokal, ku erërat e forta rrëmbyen dhe përmbysën avion të vegjël. Stuhia ka prekur edhe zonat e banuara. Një stuhi e fuqishme ka goditur Italinë në pjesën veriore të saj duke shkaktuar kaos në aeroportin lokal ku erërat e forta. Imazhet nga aeroporti Luigi Ridolfi tregojnë forcën e erërave, ndërsa avion të lehtë lëvizin nëpër pistë dhe në disa raste përmbysen. Al Jazeera raportoi se erërat në zonën arritën dubël. Al Jazeera raportoi se erërat në zonë arritën rreth 120 km/h. Erërat e forta prekën gjithsej 4 avion të vegjël, ndërsa njëri prej avionëve thuhet se hasi vështirësi serioze gjatë procesit të Të përballur me rrezikun për sigurinë e fluturimeve, autoritetet mbyllën përkohësisht aeroportin. Sipas rajonit Emilia-Romagna, Luigi Ridolfi mbeti mbyllur për rreth 1 orë, ndërsa kushtet e rrezikshme të motit u qetësuan dhe kontrollet e nevojshme u kryen. ANSA raportoi se erërat e forta në zonën më të gjertë i kaluan 70 km/h, ndërsa shpejtësi mbi 100 km/h u regjistruan pranë aeroportit të Forlit. Matje të tjera dhe raportime lokale folën për erëra që arritën rreth 120 km/h në zonën e aeroportit. Stuhia nuk u kufizua vetëm në aeroport, në Forli dhe zonat përreth shirat e rrëmbyeshëm dhe erërat e forta shkaktuan rrëzime pemësh, dëmtuan rrugët dhe infrastrukturën. Mediat lokale përshkruan stuhinë si një val të papritur uji dhe ere që shkaktoi dëme të konsiderueshme në zonat urbane dhe rurale brenda pak minutash. Forli nuk ishte rajoni vetëm në Itali prekur nga stuhia dhe rrëshqitje toke u regjistruan në disa zona të Italisë qendrore dhe veriore, ndërsa u raportuan stuhi të përhapura në Lombardi, Piemonte, Liguria, Toskana, Veneto dhe Emilia-Romagna. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për ditën e sotme. Bashkë miru takofshim.